Unë kam vendosur me anë dorëheqje morale nga ky kuvend, tu i kërku falje elektoratit tim. Këtë dorëheqje po e bëj pa u konsultu me askën fare. Arsyeja e dorëheqjes është një aksident që ka ndodhur në fshatin e Shec. Unë kam kërku aty shumë herë në këtë kuvend, para jush, që të vendosen vijet e bardha, vendosen shenjat e komunikacionit. Fjala ime këto nuk ka qu peshë kush e disa. Edhe plus ka qenë në drejtorinë e shërbimit publike, edhe një inspektor i ta quaj kështu i vozitjes, Hamit Azeraj, që ka kërku shumë herë që na të krysh mu vendos shenjat e komunikacionit, sidomos shenja që duhet të jetë e shkollës për nxënës. Unë ju kërkoj falje edhe juve nëse ju kom lëndu ndonjëherë. E kam fjalën pa qëllim ato kur i kemi pas ato debatet politike po flas, personale asgjë s'kemi pas. Mos ma merrni këtë dorëheqje që e kum bë, që më ka thonë kush, as i tro. Vetëm po e një vetën si një akt moral me bë, si asamblej, si asoj pjese, që jo munduaj me i mbrojt ma shumë si shpirtin ten. Po aty pikrisht është edhe vendi ku ka ra heroj edhe në zgjadimi. Komandanti i parë i zonës operative të Pashtrikut, po edhe unë vetë kam qenë aty, ku kam marrë plak. Nuk kam pas dëshirë aty mo me pas viktim tjetër për pas neve aty. E si nxënësi imi, Geltian Shala, që ka unë dje është baros, unë ato e kom pas 10 vjetë aty në shkollë, prej moshës 5 vjeqare. Edhe ka kry në shes 10 vjetë shkollë. Unë i kom lanë mësim ati 4 vjetë. Ka kaluat rrugë, ndoshta 10 herë gjatë ditës. Andaj unë e ma këto në këtë kuvend nuk mund ma të marrë fjallës se të mbroj interesat e qytetarëve, andej gavion. Ju falenderoj gjithëve për mirë kuptim që keni pas ndaj mirë. Asgjë nuk ka, as nuk e din kryetari i partisë Fatmir Limaj, kryetari i Nismës, as nuk e din kryetari i partisë Degan Prezident Zafir Berisha, as nuk e din antarët e familjes time, as nuk e din elektorati, po qëlloj kjo mbledhje dhe me thonë, ai dje varros, sot na përmbajnë këtë mbledhje, kjo mbledhje është e fundit për mua. Ju falenderoj gjithëve, ditën e mirë, kalofshi si është më së miri. Ju përshëndetje kështu, një kolektive gjithëve, kalofshi mirë gjithë. Faleminderit Zotri Qunaj, edhe ne ju falenderojmë për gjithë kontributin që e keni dhënë si antar i kuvendit për shumë vite këtu në këtë kuvend, për qytetarët e komunës së Prizrenit, kështu që kontributi juaj e din gjithë që ka qenë jashtëzakonisht i madh, faleminderit shumë. Edhe financat më një herë, as mund që shorë nësë më qikish, që po pa gjithë.